bukur, po pëlqej ka shumë Verona. Domethënë kaq sa pash. Hajde. Mi dal bonjashim duke se ishte. Oh, so pretty. Oh, so cute. Oh my god! Oh. Okay. Përshëndetje dhe mirë se u rikthyen në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Rikthehem pas kaq kohësh me një tjetër video dhe ndodhemi në Verona, sapo kemi arritur dhe kemi ardhur unë, Maria edhe Alexa. Alexia. Tani, u futëm tek Airbnb-a dhe ju bëjmë një tur nesër, se tani është natë. Po, në sa përshkëm që ka shumë bukur. Dhe do lem çantat brenda, do dalim të vim pak vërdall në për qytet. Ora për momentin është 12:11 minuta. Duhet ju themi njerë që Sorry, jam sëmur. Kam ja 2 muaj sëmur. Ishte pak vështirë për të gjetur taksi. Ishte pak vështirë për të gjetur taksi, se kishte shumë rallë që vini taksi në aeroport. Edhe harxuam goxha kohë, domethënë nëse doni të vini në Verona, edhe fluturimin e keni siç e patëm ne, me nisi në orën 9 në darkë, mbritja bëhet në orën 10:40 minuta, sa zbret shkon një 11 diçka e tillë. Edhe pastaj duhet ose të keni folur me një taksi ose Uber, apo nuk e di se çfarë funksionon këtu në Itali. Po që duhet të keni parasysh, domethënë që duhet të merrni një taksi përpara dhe mos rini në mëshirë të fatit siç ne jemi ne. Tani ka ndodhur shumë gjëra të reja në jetën time, në jetën tonë. Siç mund ta shikoni, unë nuk jam Danja me flokët e gjata. Flokët e mia i kam prerë që në gusht, i kam prerë një ditë përpara ditëlindjes time. Kam hequr edhe telat, edhe këto janë dhëmkat e mia të reja. Edhe i kam zbardhur, edhe kam mbushur edhe këtë cepin që kisha këtu të thyer përpara. Edhe kam bërë edhe filler, kam vendosur filler nëpër buzët e mia. Këto janë të rejat e fundit. Kaq për momentin, tani të dal si shikon Alexi. Të dal Maria nga Haleja, edhe do dalim edhe ne nga Airbnb-a. Pse erdhëm ne në Verona, do thoni ju? Qikse o lova. Ne erdhëm në Verona sepse unë dhe Alexa donim që të ndryshonim baterinë e telefonit. Edhe tham, më mirë të ndryshojmë baterinë e telefonit në një dyqan Apple, se sa të marrim telefon të ri. Edhe vendosëm që të vinim në Milano. Po duke qenë se Milano ne kemi vizituar edhe një herë më përpara, që ju e keni parë videon. Tham, po marrim fluturim edhe një Airbnb, porim në Verona, me që është një orë larg nga Milano. Po duke qenë se nuk donim që të ktheheshim ditën e diel që të na zinte e hena në mëngjes në Tiranë, vendosëm që të ktheheshim domethënë të vinim të premte në darkë këtu dhe të kthehemi të shtunë në darkë në Tiranë. Domethënë do rim vetëm një ditë. Nuk na dilte koha me sa bëm llogaritje që të shkojmë edhe në Milano të ndrojmë baterinë e telefonit, kështu që vendosëm vetëm të rim në Verona dhe të eksplorojmë Veronën nesër, edhe do dalim, edhe do ham, edhe do pim, edhe do shikojmë ende të bukura, edhe ja, domethënë arsyeja pse ne erdhëm në Itali këtë fundjavë ishte për të ndruar baterinë e telefonit, edhe baterinë e telefonit nuk do ta ndryshojmë. Kaq. Do dalim çfarë? Yes. Ha? Tani dolëm të eksplorojmë Veronën natën, po dëgjohet muzikë. Edhe ka te kjo rruga që do dalim tani, te kjo rruga kryesore, ka shumë njerëz që vinë vërdall, dalin, ka rini, bukuri, me çupani, shikoni ku ju solla. Shiko sa lezeqë. So cute. T'ju them një fakt interesant që lexova për Veronën. Çdo natë tek Piazza delle Erbe ndodh një tërmet në thonjza, tërmet i lehtë, dhe thon legjendat që është shpirti i një tregtari që numëron ende monedat e tij. Ja, dhe 2 monumente të tjera.
Nga do shkojmë të Çupani? Jo, Piazza Brava. Apo, Hape këta. Kemi një ndryshim plani, do shkonim tek Piazza Bra, po me që kemi shtëpinë e Julietës afër, po shkojmë një te shtëpia e Julietës. Megjithëse shtëpia e Julietës më duket se është me bilet, Maria. Kështu që nuk do futemi, thjesht do kalojmë. Do ta shikojmë nga jashtë. Sa bukur, po më pëlqej ka shumë Verona. Edhe sa gjallëri që ka. Ka balkone si janë vjetë. Po ka shumë të rinj. Si për filma, po. Edhe është hera parë që ne udhëtojmë 3 vajza. Edhe me të fjetur. Se kemi ardhur me Kristianën. Era parë që udhëtojmë kështu me të fjetur, e kam fjalën. Edhe që dalim edhe natën. Jo, po edhe që jemi të treja. Po jemi të treja me të ritën. Arritëm. Aha, ja ku është. Shikoni pak. Ajo aty është skulptura e Julietës që duhet t'i fërkosh gjoksin për fat të mirë në dashuri, kështu është legjenda. Dhe muret janë gjithë të shkruar me shënime, zemra. Ups. Shikoni sa lart kanë shkruar. Më thënë, ju se dalloni do të po gjithësi. Pas ka të këtu jashtë. Cute, s'kemi marrë një stilolaps të shkonim dhe neve. Dhe sa po arritëm tek Piazza Bra. Dhe po shikojmë që kemi përballë Arena di Verona. Më thënë, kjo është arena, pak më tuti do jetë Piazza Bra, është në krah të djathtë. Po sa bukur duket që këtu, kjo pamja, sa e magjishme. Ja dhe Arena di Verona. Si Kolosseumi. Do me thënë, koncepti. Po nuk është, asë nuk i afrohet fare Kolosseumit. Keni parasyshive, ai është madhështor. Gjetëm një vend për të ullur. Në ullëm më në fund edhe porositëm për të ngrënë. Unë dhe Aleksia morëm sanduiç caprese. Nga syri nuk ma hap, ore, pse dukem se kur jam kështu si zombi me sy të kuq. Nuk jam kështu në të vërtet, jo. Syri nuk ma hap, po shpresoj të marrë stomaku. Sanduiç është ky. Ta ham këtë, pas do porositim për të pirë koktejl. Maria, çfarë more ti? Sanduiç me hem dhe tomato, mozzarella. Ham dhe mozzarella. Porositëm edhe koktejl tashi në mes të natës. Morëm unë dhe Maria piña colada. Aleksia mori? Çfarë more ti? Tequila sunrise. Na solli kikirikë, andaj edhe biskot ka këtu. Si është? E mirë? Aleksia, e mirë? It's alright. Ta provoj një rum piña coladën. Shumë e mirë që ka. Shumë e mirë. The next morning. Good morning, mirë mëngjesi. Nga dita e dytë, tani po bëhemi gati, çupat janë ngritur, kushton se ngritur akoma jam në krevat. Ja dhe protezat e mia. Njerëz, kur hiqni telat, mbani gjithmonë klefët natën, se dhembët do ju kthehen prap në pozicionin fillestar. Kështu që mos harroni të vendosni gjithmonë natën këto. Edhe ditën, pra që kosa ju thot dentistja juaj. Jemi gati! Dilme, Aleksia. Tani, room touri, me kaq dritë sa na mundson. Ajo drita vetë moj. Këtu është hyrja, nga prit t'ju tregojmë edhe jashtë. Megjithëse ju e pat dje. Sa herë ke kyçur me Aleksia? Ja, kjo është rrugica. Këtu futemi ne, Ilgar Bonjesh. Dhe sa po futesh kemi një divan, që është hapur është bërë krevat doppio. Kemi atë kuzhinkën e vogël atje. Kjo dritarja që mbyllet me këtë dollapin, me këtë kanatën kështu. Është krevati doppio këtu pastaj që do ta sistemojmë pak para se të ikim. Shëndet. Është një pasqyrë e bukur këtu. Ja edhe unë që jam veshur bukur. Edhe tualeti shumë i madh, edhe
i bollshëm edhe i gjerë. Ka edhe këtë dritarkën, që ka një kopsht këtej të vogël, kështu si. Opt. Kaq. Tani ti ikim se bëm shumë vonë, shumë vonë. Po bie pak shi në fakt. Morëm te Flega, si e kishte me? Flego. Çupat morën makaruns, kurse unë mora brioche me çokoladë, ishte vegan. Edhe tani jemi duke shkuar për tek Casa di Giulietta. Çka ka? Macka? Ah, maska. Ju them disa fakte interesante për Casa di Giulietta. Ai balkoni atje që shikoni, që është balkoni i famshëm ku ka dalë Giulietta, në fakt është shtuar, domethënë nuk është balkon origjinal. Kjo nuk është shtëpia e vërtetë e Giuliettës, por është shndruar në shtëpi të tillë vetëm për të tërhequr turistët. Siç e shikoni, siç e thash edhe dje, pjesa ku është busti i Giuliettës është ngjyra e zbehur, sepse njerëzit shkojnë dhe kërkojnë për fat të mirë. Fat të mirë në dashuri. Dhe kjo nuk është statuja origjinale e Giuliettës. Statuja origjinale në fakt ndodhet brenda. Kjo është një statujë tjetër që është zëvendësuar në vitin 2014, sepse e para dëmtohej nga prekjet e shumta të njerëzve. Aleksa do vesh t'ja kapësh të lartmet balkonet Giuliettës. Pse? Ikse mbase ke fat të mirë. Ku është Maria? Maria, doja kapësh balkonin e Giuliettës. Maria e shkret do të bëj thjesht një fotografi me Giuliettën vetë, domethënë vetëm Giulietta edhe nuk po lë njëri radhë të gjithë, domethënë sa i ka njerëz që ka futur tjetri. Të keqën. Shikoni pak sa cute është ky vendi këtu me dryna. Ja dhe koka e Shakespeare-it. Kemi shkallët që ngjitemi këtej. Vazhdojmë akoma ngjitemi më lart dhe do shkojmë te balkoni i famshëm. Ja pra, balkoni. Giulietta dhe Romeo. Për të futur brenda tek shtëpia e Giuliettës duhet të merrnim bilet online. Pjesa jashtë, përpara se të futesh te shtëpia, domethënë, është një si tip tavolinë e madhe me informacione dhe me QR kodin ku mund të futesh dhe të blesh biletën. Bileta për personat në 18 dhe 25 vjeç ishte 3 euro, kurse bileta pastaj normale ishte 12 euro. Kështu që Aleksa e mori 3 euro biletën, e morëm me Marion 12. Mund t'ja kishim hedhur të kishim marrë edhe neve 3 euro, po kishim asë mos na thosh nxini kartën e identitetit edhe okay, nejse. Unë u futëm këtu brenda, do i tregoj pak edhe balkonin se si duket që këtu lart. Edhe mbrapa në sfond kemi statujën origjinale të Giuliettës, që siç e thash më përpara, është hequr dhe është vendosur këtu brenda sepse ishte dëmtuar nga prekjet e shumta të bustit, të gjoksit. Kjo është Giulietka e vërtet. Dhe një statujë tjetër është dërguar në Munich, në Gjermani, nga qyteti i Veronës si dhuratë për shtetin gjerman, duke qenë se marrëdhëniet midis Gjermanisë dhe Italisë janë shumë të mira. Ja dhe balkoni. Kaq. Sepse është shtesë. Është bërë vetëm për turistët. Ja që bëhet edhe këtë poshtë tani. E shkatruan të shkretën, e qapruan fare. Ai muri atje është i gjithi i ngjitur me mastika, me çimçakiza, që mua më duket shumë e shumtuar, po. Ja, ku janë këto që ju thash, ku mund të skanoni QR kodin për të marrë biletën. Kjo është shtëpia e familjes Capello, në të vërtetë. Giulietka e menduar. Dhe këtu kemi veshjet e Giuliettës dhe të Romeos. Pas ka patur stil Romeo. Sa e bukur.
bukur. Është e çuditshme se si po vim të shikojmë gjëra të njerëzve që në fakt nuk kanë ekzistuar fare, se Romeo dhe Julieta nuk është histori e vërtet, është thjesht trillim i Shakespeare-it. Në fakt kanë qenë dy familje të vërteta që kishin luftë politike, po që nuk janë Romeo dhe Julieta në të vërtetë. Dhe ne vime dhe mahnitemi dhe shikojmë këtu me wow. Titaniku në Ozër. A? S'kan ekzistuar në film. Titaniku është i vërtet? Titaniku po. Unë gjitëm në katin e fundit dhe shikoni pak se çfarë pamje. Është një kështjellë e bukur. Cila është arsyeja e kësaj? Nuk e di. Shumë interesante. Por këto janë mure ku të dashuruarit shkruajnë emrat e tyre. Ekziston edhe një klub di Julieta që njerëzit i dërgojnë letra Julietës dhe marrin edhe përgjigje. Interesante. Kjo ishte eksperienca tek shtëpia e Julietës. Për mendimin tim nuk ja vlente të paguaje 12 euro, se nuk ishte ndonjë gjë wow për të parë. Ja shikojeni nga videoja ime dhe mos e paguani, mos ja harxhoni lekët aty. Lule shtrydhe, do ikim te ajo të Giardino tashi. Gjejeni një çikë. Ç'është Giardino? S'kam internet. Giardino po, atje, po, sorry Maria. Do shkojmë të lejmë çantat, edhe pastaj do shkojmë luggage storage. Dori po seroni Maria kur vli. Marien e kemi marrë për herë të parë vetë e kemi shkëputur nga i dashuri vetë, nga burri, jo i dashuri. Edhe e kanë një çik me merak. 6 minuta. Na e kemi rrugën. Orientohesh dot? Drejt. Ashtë, bravo. Kot thon ata që kjo nuk ditë se si të orientohet edhe se si të ecë. Na shikojeni. Ja. Urdhroni. Shushkë. Unë po të burja me. Po qa bëri në mëngjes zonjëza? Danja ku e ke kolinozin, thaj ta shumë të gjepi çantës. Edhe vete botja, merr kolinozin, futet në banjë, shdrup që të laj dhembët. Vetëm kur e dëgjojmë që ja bën. Dhe që ndodhi, qari plasi uja, ku t'i gjohëm. Vete e shikoj kishte marrë kremin e duarve, kishte larë dhembët me kremin e duarve. Edhe tha, po që kishte dhe shi e të mirë normale, se është me shi butter, kremi i duarve. Ah, moj Maria. Sigur që jemi nga Kjana? Okej. Po ka dhe krem. Po i besoj Marijes. Nuk po i shikoj fare hartën unë. Ku të nalçoj Maria? Ari boka me. Alexia o fikso do të malu lështri me çekulatë. Aman me aman muris motra. I lam çantat e shpinës te një tabakeri, kështu quhet? Tabakeri. Luggage storage. Edhe paguam online edhe këta e vëm pagesën, ishte një QR code prapë që duhet ta skanonim edhe duhet të bëni pagesën online edhe duhet të bëjmë rezervimin. Edhe e bëm nga ora 11, që është tani, deri në orën 6 pasdite, se ne nga ora 7 do lëvizim që të ikim për në aeroport. Apo jo më? Jo. Në tham, po. Do ikim më vonë, yes. Pagesa ishte 5 euro për çantë. Edhe kishte edhe një 1.75 euro që ishte kështu për garanci, nuk e mora vesh. Me pak fjalë me sa kuptova, ishte që në qoftë se të humbet çanta, ti ketë drejt të marrësh 3.000 euro, se ishte edhe një 3.000 euro që aty e shkruajtur. Me pak fjalë, do me thënë 6.75 euro për çantë, për ta lënë për sa të duash ti gjithë ditën. Po ne e lam vetëm për kaq orë, sa të shtash. Tani jemi duke ikur tek Giusti Garden, Giardino Giusti, që ka labirinte, ka kopsht të bukur, por nuk e dim se si do jetë tani, se është shkurt, është dimër. Edhe nuk e dim në qoftë se janë të çelura ato lule, pemët më të tash. Po do ta shohim. We're going on a trip with our favorite rocket ship. Okay. Duhet ta vazhdoni? Më lansin, po besoj. Moj. O zoti madh. Shallin e kam brenda. Shallin e harova kur ishim te aeroporti në Tiranë. Nga iket me këte do iket. Hape telefonin, se nuk kemi map. Ja e hap Maria.
Harrova shallin te aeroporti në Tiranë, harrova te Mulliri. Edhe tash jam bërë me fiksime. Jam bërë me fiksime për shallin edhe harrova që e kisha vendosur kështu nga brenda. Ha Maria. Okej. Ha. është mësuar mirë kjo si princeshë. Si princeshë pra si kukull Barbie. Ha bëjnë një gjatë ti bën teraburi. Drejt. Ha, ashtu bravo. Opa. Dhe që bëm pjesë të vlogut. Duhet të vendos klefin e lombe. Dale, se jam unë në vjallë të verdha. Pasta i këti. Dhe arritëm. Sa kjo duke që këtu. Okej, pas ka pema. Në rregull, të marrim biletën. Edhe të vazhdojmë. Pastaj vazhdojmë. Kemi dhe një hartë. Hapeni një qikta. Atere, bileta normale ishte 12 euro. Dhe duke qenë se janë duke bërë punime, tha që na i lanë me 8 euro, kishte ullje. Pra Aleksin ishte 7 euro me që është studente. Kështu që 8 unë, 8 Maria, 7 Aleksia. Sa bukur. Kjo është një hartë e gardenit. Ka labirintin që do vem. Do nisim nga njështë. Labirinti. Oh, sa bukur. Oh my god. Do të marrë parasysh që ky kopshti nuk është një kopsht që e njohin shumë, do me thënë është pak kështu si i fshehtë, si i panjohur, edhe duhet ta, ne për shembull Aleksia si kishte dalë në TikTok edhe prandaj e gjetëm. Po që normalisht nuk ta sugjeronte ChatGPT-a për shembull kur u futa unë që kërkova. Of course, you're the best. Ku jemi tani? Tu. Okej. Tu. Sa bukur. Po ja. Hajde të vim vërdallë, pra hajde. Me kunjat. Ky është labirinti? Futemi dot. Sa bukur. Si ka qenë më përpara? Si është bërë më vonë? Pse? 23 gusht, 2020. Pas ka rënë një furtunë e madhe. Gjinaçkë. Dhe ëndra ime për të futur në një labirint sa po u bë realitet. Do më nxini pastaj më? Marie, do më nxini pastaj? Iku ajo. Të dalë kështu si shqiptarët, ja fut këtu mes për mes, ta hapë të shkuren kështu. Prit se erdha. Me prit, tash më prisni, vërtet. U lodh Aleksia. U lodh më fakt. Po ngjitemi lart për të parë pamjen e Veronës. Ishte nevojshme, mendoj kjo. Vizita te ky parku. Është shumë paqësor. Tani arritëm tek një kull që do të futemi këtu brenda dhe shumë gucur. Shumë gusht. Aleksia s'do. Nuk të merret firma, jo, hajde Aleksia. Hajde që janë ka shumë gjerë. Wow. Just wow. Do të pak në tualetet e këtyre gardenit. Dhe ka një kështu ambient cozy për të pirë kafe. Ka edhe kështu makineri që nxjerr kafe. Vending machines. Edhe është shumë cute, është shumë pastër që po më bën shumë çudi. Dhe po shikoj që janë edhe kaloriferet e ndezur, janë të ngrohtë. Edhe ambienti këtu brenda është shumë i ngrohtë, ja prit t'ja tregoj. Këtu janë, ky është tualeti njerë. Kjo është hapësira që mund të ulesh të presësh, edhe kjo është një hapësirë tjetër që prapë mund të ulesh të presësh, edhe të marrësh edhe për të pirë diçka, edhe ja ku janë edhe vending machines. Pasi mbaruam si ngrëni, shkuam pak tek Douglas edhe te Sephora. Mora unë një nga këto të Rare Beauty prap, se jam refleksuar tash shumë me këto. Këtë radhë mora Wonder. Një tjetër ma kështë marrë mami në Greqi, më mori Delightin. Mora një palgeta dhe Calzedonia, janë nga këto kashmiri, janë shumë të trashe, janë shumë të mira, që i vesh edhe poshtë pantallonave, xhinseve kur është shumë ftohtë.
Dhe u nisëm për të shkuar për të ngrënë ëmbëlsira. Dhe flega e kishte me flega. Nëse ajo që u vajtëm edhe në mëngjes që morëm një brioche dhe makaruns. Dhe rrugës pam këtë vendin e bukur që quhet Fluffy Lab. Bën nga këto pancakes, çfarë janë? Fluffy pancakes. Ato që të trashka. Jo do ja tregoj. Kur do ja tregoj për të vinë. Edhe ndrua mendi u futëm këtu domethënë se kishte edhe rating e kishte shumë të mirë, kishte 4.8 nga 5. Ha? Po 5 është ajo. Po. Super. Ka ardhur një gjumë. Që nuk e keni ide. Çfarë gjumë? Perëndoi Aleksia. The Dark Beach. Në duke shumë misterioze. Po fe gjumë. Ullëm ham një dark si që në ka hije, dark aristokratësh. Dhe sa duket, po thoshte Aleksia tani, se unë isha në toalet. Këto të tavolina në gjitu me ne në kraun tim të djathtë të Majtë Marijës. Një mullur 2 qifte, kur isha kollitur unë, këta kishin kthyer kokën të gjithë edhe na kishin parë ne. Edhe i thanë kamarierit që të ndronin tavolinën edhe u shtyn në një tavolinë më tjetër, domethënë një rresht tjetër, me pretekstin që është ftohtë aty ku janë ulur, megjithëse ata kishin mbaruar se ngrani se pirin këtë tash, ish po bën muhabet domethënë. Edhe duket shumë gjest i shëmtuar. Nuk e di, më vjen të them, më vjen t'i shaj. Shumë. Nuk janë italiane atë po? Jo. Janë ose se mos e dalloj do të mirë tani gjuhën e këtyre, o rusë, ose rumunë, nuk e di, bulgarë, nuk e di se që mund t'jenë. Po, kur të vetë ti kur ti mirë aty në tavolinë atë kaloj gjëja për në banjë. Po të ti kur kaloj me sa dole nga banja? Kollita prapën kur dole nga banja? Bravo, Tanja. Ashtu do shbërës nëse vere e pare të Gëzuar. Cheers, Aleksia. Aleksia mori pakeri me stracciatella dhe pomodoro dhe basilico. Maria mori pizza capricciosa. Kurse unë mora spaghetti me tartuf dhe piper të zi. Na bëftë mirë. So, erdhëm te stacioni i autobusit, ku do marrim autobusin për të shkuar në aeroport. Dhe në momentin që ne erdhëm, duke qenë se mendova unë domethënë se unë isha drejtuese e këtëra, që do ikni me tren, futëm brenda te stacioni i trenave dhe pyeta. Dhe tha ajo që nuk ka tren, tha po do ikni me autobus, është linja 199. Në momentin që ne dolëm, linja 199 sapo iku. Dhe autobusi tjetër vjen pas 20 minutash, kështu që ne do presim 20 minuta. Yay! Pjetore unë jam. Dhe po pia për ato dy sytë e bukur moj që s'melan të qetë. Bombastic side-eye. Erdi më shpejt. Ishte thjesht një alarm fals. Autobusi erdhi 5 minuta para, dhe ndoshta duhet të presim 5 minuta këtu edhe do nisen në 50. Po të jemi brenda, jemi brenda, jemi ngrohtë, jemi ulur në të butë, jo në drasë. Hekur, çfarë ishte hekur? Erdhëm te aeroporti Veronës dhe këtu që nga një shkretë të tire vërtet. Domethënë nuk punon asgjë dhe ka vetëm 2 fluturime. Nuk I don't know. Dhe ja ku jemi në shtëpi. Arritëm nga ora, sa ishte ora kur arritëm, 1 më duket, diçka e tillë. Isha gjatë gjithë udhëtimit në gjumë, fjeta, se isha e vdekur e lodhur shumë. Kisha dhe një fëmijë prapa që o zot i madh, si nuk fjeti 1 sekond gjuma i fëmijë, po tërkohën ishte kështu në sediljen time, ma hoqi trurin fare, më të shmendi, më shkatroi nervat. Jam kthyer ja 4-5 herë, i thash me të butë, thashëm të lutem mos e bëj ashtu se më bezdisi tashun, edhe po më mërzit. Edhe tha mirë, edhe pastaj vazhdoi e bëri prap, edhe u ktheva prap, ja thash prap, pastaj tha mirë prap. Prindrit e tij ishin tull gjumë, nuk e di.
kuptoj çfarë edukate I japin fëmijëve të sotëm prindrit. Gjithsesi. Arritëm në Tiranë, shumë mirë, shukur Zotit. Udhëtimi ishte shumë I bukur, I lodhshëm ama siç ju thash, edhe unë do vazhdoj të bëj udhëtime të tilla. Do vazhdoj të bëj udhëtime editore, do vazhdoj të bëj udhëtime edhe me një natë si punë kësaj që bëm në Verona, sepse të udhëtosh për mua është kënaqësia më e madhe, nuk e di, domethënë nuk di se si t'ja u shpjegoj. Marr energji, marr frymëzim, marr pavarësisht lodhjes, domethënë marr shumë gjëra nga udhëtimet. Edhe kam kështu si pikë synim, kam vendosur detyrë vetes që çdo muaj do ta bëj patjetër një udhëtim. Domethënë kam filluar po heq lek më janë që të bëj një udhëtim të vogël çdo muaj. Edhe ti ikësh në Itali me 24 euro, 24.000 lek bilet vajtja ardhje, për mendimin tim është shumë lirë, pavarësisht se sa gjëna ndej, por që nesër atje ke në dorë vetë se sa do harxhosh. Tani ora është 2:30, ne erdhi na mori Redioni në aeroport. Edhe shkuam morëm edhe nga një sufllaqe, ngrëm edhe sufllaqen, edhe tani do shtrim të flem se jemi të ngordura, të raskapitura. Përpara se të largohem, dua t'ju them faleminderit që ndenjët deri në fund dhe faleminderit që e pas këtë video. Dhe kam haruar outro. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale. Dhe bashkë do të shihemi në videon e ardhshme. Ju pu dhe ju përqafoj. Bye!